Jo, Morzak, nuk jenë rregull. E mbyllë lokalin gjithë sot para kohë. Edhe po të mos kishim respekt për ty, do të raportonim drejtori. Orari është tamam, po ju doni të rini qerë mëngjes. Që është e vërtetë ason e s'kemi gjumë. Doni të bëni pak qef. E po qefi e ka një kufi, aj natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Edhe shiko mos i prish i qetësinë tjerëve se do të kthenin polici pastaj. Mos ki frik, Zak. Ty nuk ta prish gjumin kërkush. Fli i qetë, gush me plakën. Nuk je shok e mirë, Zak. E të baf varri banak. Na prish e qefin sonde. Qepe tani. Si të ordor shef. Estikën. Po tani ku do përplasim? Qej makinën për njërë. Pastaj shohim atë. Do ta mbyllish derën? Do ta mbyll, Milo. Po të presim edhe pak. Po s'kemi shpresim, ma. T'ja marrë njerë, se e shoh se t'ka mbytur mërzia. Mere, Po ku t'ja marrë se? kuj të duash. Vetëm a shuaj mallin. Ku pyet ti për malle përse dam? Ku drejgjën për shoni? E po aty na shohin nga balkonit. Fshiuni laguriq natë, fshiuni. Ti rije në dritare dhe unë për karshi, ama në hidh pak sytë se kemi piravi, se vitet ikin prapa, shkojnë ato një nga një, se vajzat bëhen praga, rinia nuk vjen më. Do të vinjë natë me kitarë, në dritare. Ore tani e gjekët kohën të polici jo. Ore po ngritet pallati në këmbë. E po ikni tani, ikni. Do të vinjë natë me kitarë të këndoj, edhe nga gjumi t'jo. Po na gjot nga gjumi, po më gjot fëmin ma. Do të vinjë natë me kitarë, që të them. Çfarë do t'i thuash? Që të them. Çfarë do t'i thuash? Se sa Ore po merrni vesh as merrni veshën. Ndërpritin atë këngë se ja prishet gjumin njerëzit. Çuflet, hidhu një kovë me ujë dhe të bën dordolec. Ej ti, nga dalë se uji bie poshtë, po ngjitet edhe lart. Kërveve, ja ke thonë. Se u kujdo, Qernus, dhe mirë.
Mirëmëngjes. Ç'kemi? Asgjë të re. Ç'të reja presim nga ty tani? Shejtane. Pat në gjemërën? Toma e rrivon e më duk pak çka qetë. Ashtu, anë? Pra për e ndërregjo kole. Kam frikë se së shpeti nuk do të kesh se që ti ndërregjesh ma. Të kishe pyt ma parë si u gdhive, ormari. E pse të pyes kur e di se shto të më thuash? Rrugve gdhi natën or lumiku, rrugve. Me këngë me ahengje si s'ka më mirë. Po tri janë, mërmark. Për ne është shtradi, gjumi. Po kur s'din se ç'bëjnë? Kur dejen e bëjnë zullume të ri, thua këtyre apo rrugaq? E mërkoll, nuk në rejqë është jo. Të dy jeni të pandrejshëm. Ti nga mirësia, a i nga ligësia. Në minjerë. E ma i bukur është. Se s'na bege nisëm brëm. Më njërën për ty. Të paktën, kështë dalë një herë në dritare, dhe si kur t'na hidhe në një kofë me ujë. Për trupa në sharë. Unë në sharë dhe? Ej, mbaje mushkën. Mbushe për në seram me pije. Ka urdhruar shoku Mark. Do me thënë për ne i bërnë borgje dhe shoku Mark. Se si dhe shkështu? Si dhe? Ku të di? Dryshe ishe mbrëm. E mori vesh tër pallati. A? Që kur ke filluar të bëhesh merak për të tjerët? Dikur nuk e qaj e kokën e shumë. Pse flet kështu? Sepse merr nga dy marshe një herë është ti. Në erdha mbrëm, dije se isha pak i pirë. Për ndryshe... Çfarë? Ja ku po të them. Të dashur më ke, po burr nuk më ke, more vesh. Dashuri me kushte nuk dua unë. Ja bëj kështu, ja bëj ashtu. Ta dish. E di që është vështirë të rrisish fëmijën e tjetrit. Qoftë edhe kur e ke të vllajt. Ama ti e treguar i but me të. Dhe ke kujtuar se kështu mund t'ja fitosh zemrën. Por e ke patur gabim. Sa si Toma duan në rripin që në vegjeli. Vetëm Dajaku i shtron dhe i bën njerëz ata. Nuk duhet të jetë ashtu, ja. Edhe Tiatin e kam dashur. Bashkë kemi arritur, janë në këtë park. Edhe djalin e dua. Çfarë kujton ti se nuk e dua? Po ti e ke fajin. Se ti e ke prish. Darat më bet se po vjen. Ç'kemi shefa? Mbledhje po bën? Ja, po përpiqemi të ndreqim ditën ato që ti prish natën. Ndreqin. A, ke dhe gojë të flasësh, ha? As 60.000 nuk e bërë dhe shiko si e ke katandesur. Unë e di që bërë që ta marrë i shtikë të makinë. Shikoj shok të tu. Hapi sytë në balë ke. Se cila ka lezetin e vetë. Pastaj edhe ju shefat në shenjesëm keni. Gjithmonë në rrugë pas faltura, në sharat në qoni. Ashtu e ke kokën. Atje të vesh. Gjithë javën. I të riqë. Po kjo që pati, kush e ku të rështej? Po ti gjaj që ke? Që i ke zemruar edhe ti. Të gjithë me mua e pas keni zësat. Ku ishe mbrëm dhe, ku fjete? Në shok ishe. Fjetat e kyri. Pritëm deri vonë. Ordën e lam hapur. Unë si jem kalama, 100 herë kam thënë, do të fletë po të më zërë nata. Po ke shpi mërë birë. Ke prindër që bënë me rak po si lemrove. E, mirë. Herë tjetër po mundet të lemrove. Të pres në shpi, sonde. Qërë? Pres. Duhet bisedojmë për shumë gjera. Po 100 herë kemi biseduar, më në gjaj. Të gjitha u bëndë vjetëra. A ka në i gjëtre? Nuk ka. Atere?
Dili riq, dil, se ti njoh huqet. Po ki që ka Toma? Ku Toma? E stipin e vajzat në gabin. Si Jarush? Ç'kemi mjeshtër? Hiç, të që kemi vesh. Gjergji Toma, të stipim në sot në gabin? Po sot sigur e ka radhën çuna ta bëja. Mama, Gjergji Tom, se bëhesh kaq i keq. Ne i vëmë këtu te guri. Ama rrinjor t'ju bive dhe drejtë se pete fare. Hajde. S'kam që të bëj, kam shef edhe unë. Hypa gjë. E ndordër është? Jo me gjallë. Po që do të hashe? Unë tha breshke. Në kërkojë mësuesi biologjisë. Asa i peqe? Po pse, i ha breshke të e? Më ftoni dhe mua për ndonjë drek. Se nuk jam qibar. Gjergji Tom, a ti di ndonjë fjalë të urtë për punën? Për punën? Pse? Na i kërkojnë gjua, 20 fjalë të urta për punën dhe. Na thuaj ndonjë. Po si? Jam futur punës si derri. Po këmëndan deri. Deri ti ditë zgryhet. E thonë për mos i kali, për më duket se kjo nuk është fjallor. Mirë, këtë me siguri nuk e ka gjetur asnjëri. Kush punon këndon. E keti? Jo. Po të, jo. Nëse kanë gota? Nuk kam ku ta gjej, se këtë e shpika vet tani. E jam kaqa ku i ferrës, të preske pragu i derës. E jam kaqa ku i ferrës, të preske pragu i derës. Jari nani nani hopa, jari nani nani hopa, jari nani nani hopa, jari nani nani hopa. Miru papi. Miru pafshim qona. Kujdes. Hopa qofse. Miru pafshim. Miru pafshim të keqen. A do të keni ndonjë vend kur të ktheheni? Po si? Vetëm se mund... Do të vënoheni shumë? Për ju do të përpiqem të mos vënohem. Faleminderit. Cila është ajo? Tu se flutra e biologjisë. Maja e breshkës. Pse se kam parë herë tjetër? Po tani ka ardhur. Është e mirë, vetëm se pak frikacake. Piçolla e ditë ketër gjallë për kabinetin. E sa e pa mirë struke qoshe sikur për ante. Oh. Mirupafshim Marosh. Mirupafshim mjeshtër. Nisu, Zef, nisu! Ku shkon, mërë, ku shkon? Që bëngë këshom? A shumë vete? Kalë pa frë, si gjithë një. Si shumë për e majmë qafë. Lere, bëj rrugë. Pra ndaj bëngë shoje, si bëjmë rrugë gjithmonë. Ç'kemi usta Medi? Hiq, ja po presim radhën. Kisha një hell ashtu prandaj. Dhe jo mërë djallë, mos unë danë atufa se të qanë ujku. Flutra, ku shkon? Qytet. Në qytet? Pa. Me Toma? Kiri! O Kiri! Kiri! Hajde këtu!
Mirupafshim. Është defekte? Jam të zë. Urdrat. Nuk e hani? Kushta? Unë ha çdo gjë të ngrënshme. I riqet, bretkosat, breshkat. Breshkat duhet i kesh provuar dhe ti. Jo. Ku ti thua? Po Kiri pse e kërkove atëherë? Për kabinetin e biologjisë. Për kabinetin të mjaftonte vetëm shkolli. Vaj, Pse? do zbres. Do t'i bie për shkurt nga shtek. Të ngritën gjëmba të riqë, Mirupafshim mjeshtër. Mirë. Qa ka bërë? E di që nuk e ha breshkat, me gjithse kote ke. Unë njëherë kam provuar edhe misha riu. Hajt edhe i, me kush që të mos jetë mësuar të ushjet me kërmë. E di këtë? Ja që dhe këtë nuk e di këtë. Po tu thësh me mua, do mësë shumë gjere. Ku banon ti? Në fshat. Po, në njerë flenë qytet e një këshurire me mas. E di që këti më mirë zbrit të stacioni urbanit minires, aty nuk do të presi shumë. Po pse? Pse? Po ashtu themon, ashtu duhet. Mos vallë për shkak të kontrollit rrugor? Të kontrollit? Po atëra? Atëra zje. Po fundja ç'të duhet këty? Jo, sigurisht. Po në qoftë se do t'ishit prekur për diçka prej me, do të m'tinte keq. Ç'të tha ajo gjugje e matematikës për mua? Asgjë të rëndësishme. Mos këpo të rena tani, thuaj të drejtën. Po përse të duhet kjo? Hiq ashtu kot. E që vërtet ç'më duhet. Sigur 100 të zezat këtë thënë aq më bën. Së njohin flasin marrë prap. Mirë po njeriu nuk duhet të lëndohet nga fjalët e panjorëve apo jo. Ku i keni lexuar këtë gjë? Çfarë? Këtë pra që nuk mund të fyesh për fjalëve të një të panjohuri. Ku ta ke lexuar? Hiq. Ma tha mendja ime. Stacioni. Es në djallë të dhe, po që deri në hyrje qytetit. Po pse deshe të më lihet e stacioni? Kujtova si ty do të pëlqente më mirë kështu. Do më thënë se s'do deshe të shihni me mua. Kështu më tha mendja. Mendja është keq apo jo? Lere ato tani. Faleminderit. Mirupafshim tam. Mirupafshim Susi. Gjej, do bisedojmë shtuar së nëve. Po, mërë birë, vëdhe. Erdi djali? Erdi me i gru. Po nuk e kam bërë akoma berekun, mu thapshin duart. Po mirë me, po se prisim që të vinde ka i shpet. U bëvon për rrugë tjetër, do nduhet të flija në sharë pëse. Po këto që ke këta? Po mora rogën. Thash bejnë e gjë. Mirë e ke po. Both mirë.
A di si është halli, Tom? Ka kohë që du të flasë si burit. Mirë po, sa herë madhe shta bësh këtë? Unë të duke mi pa pjekur, Agurith, si shtot e i shef Markove. Ja, mërë birë se duke ishi pa pjekur. Gjetiva kisha fjallë. Jam haramsozër gjaj. Jam rrugaç pëse thua. Më pëlqen të hedh në i gotë të bëj sullume. Ja, mirë, më se thuja të po si gjithë djemt e tjere dhe ti. I ka mosha këtë. Ri, mos e përzetin e në ndion. I di fare mirë, shtot ai edhe të tjerë për mua. Po mirë, po, s'ti kam thënë të njëherë këto fjalla. Nuk guxon të me thuash në sy gjaj. Mbas edhe ti nuk e fej. Ashtu e gatuar ke zorti e prishësh tjetrit. Ama ta dish, unë s'ta kam ly për kur këtë lëmosh. Po s'është lëmosh ka mërton, pse e qunë kështu? Po lëmosh lëshim për këllejli, e quë si duash. E di si ke menduar di. E kam amanet nga vllai. Nuk duhet t'ja thyej zemrin e timit, kështu e do t'na dojë më shumë. Po unë jam jagu ju i mërgjaj. Do t'i doja një lloj edhe sikur silleshit ndryshe. Këtë deshet më thoshe sënë, mëse më ha. So kam dashur t'i thonë dikur, Tom. Sonde desha të them. Që shefat janë të paknaqur. E po vazhdova kështu mund të më marrë makinën, hm? I di të gjitha gjaj. Mirë mërgjaj, mirë, baze këtë drejtë dhe ti nuk them ja. Nuk dua as vetë, po ja që shesim pleksin sa gjere dhe unë e shkel. Baze kështu janë për erë. Baze do të vi dita kur. Po për atë ditë, Tom, për atë ditë desha të flasim sonde. Me nënën e bisedum se s'kam gjë të fshet me të. Shumë djemë të ri, kështu si puna jote kanë ndryshuar kur kanë gjetur njeriu në afër tjetës. Aha. Mos më digjet byreku. E për më tepër kur tani më ka rënë në sy të gjitha kjo lidhje, Tom. Çfarë lidhje? Po jote, historia jote me Ketin. Me nënën e biseduam gjithë mëngjesin. Pse të jemi kundra, tham. Aq më tepër kur juve vetë ju shpuqylli apo jo? Edhe ju vendosët që pikrisht ajo Keti t'jetë njeriu i afërm jetës sime. Po mirë, mbirë mas asaj që ndodhi mbrëm. Flasin të gjithë, mërë Tom. E ke vunë pozitë vështirë vajzën shumë. Kush të tha? Ajo? Hajde gjaj, hapi kartët. Erdhe ajo e tu ankua? Po ja, mërë birë se anku, jo. Po që rëndësi ka kjo në fundit. Tani të gjithë e dinë kujt i këndoj edhe. Mirë të gjithë. Ajo veç të tha? Po vajza ka drejtë se kërkon një siguri më të madhe se fjalët dalin e përhapen gojë më gojë. Nesër pas nesër ndodhë gjë sendi, vajzës i mbetet nami. Po si. Merret në përgojë tjetërën. Edhe kush për. Një mallë si ajo. Mos e shaj vajzën birë. Nuk kemi dëgjuar gjë të keqe për të. Edhe prindrit mirë ka. Ne i njohim, ata na njohin. Edhe ne e duam një nuse. U plakëm tani. Prandaj dorit më rras një atë bip që t'u pleqeroja? Jo, kështu mërë birë, jo, kështu se s'ta kemi borgjë. Për ma tepër ajo. Paktën për nete që ka gdhirë të kështratë ju nuk duhet të flisje kështu. Ne e dim se si të kemi rritur. Ta keni t'i qartë. Ato unë s'kam për ta marrë. 2 fjalë kemi thënë dhe ajo dashka t'i vërvullën, ta bëjt dokument zyrtar. Po si? Kur s'kam për ta marrë, morët vesh? Ka një rrugë për në Saran me pije. Në Sharët. Në Sharët, thash. Në mbarove? Ja dhe pak. Ndjezi dritat. Regull. More djalë, po kujt ke vendosur t'ja prishish mendin me gjithë të gjingla? Ju shefave, mbas e ndroni mendime, më shikoni ndryshe. Duhet ndryshuar shumë gjëra Tom djalit.
Do përpiqemi, marr plaku. Po, marr po. Po në vend që të merresh me gjithë të zbukurime, do bësh mirë të ndreqësh këtë derë se do na bësh ndonjë hata. Ej, drejt për këtë shpëryllë. O, shef! Apo më le gjithë muaj në rrugën e Sharrave? Jo, mërja. Po ti pardje kur të caktove bërë të roto fjalë? Pardje ishte pardje, nuk thonë kot, ditë e re zakon i ri. Mirë, mirë. Thuaj ketit më kujtoj. Unë kam burimin këtu ti më thu shoke proje. Kjo që nga për të vënë kujen. E bën me fjalë vajzën dhe tani ta flak si leck. Ajo, këtë s'mund të lejon. Mos u ngut më Mark. Si mos ngutë më. Po kjo është shturje. Edhe këtë gjë kishte mangut ai, të bëhej gjahtar fustanësh. Nuk është i tillë, ja. Pastaj janë fjesë zemër këto, nuk gjikohet kaq thjesht. A ke për ta humbë të djalë mërkol? Ke për ta humbë? E humbë se humbë, asaj nuk i dihet. Ore, kush futur ai drejt i rigji? Ma thirr pak. Nuk erdhi sot, është në shtëpi pa qef. Çfarë ka? Donte të kapte një tin dhe u rrezua nga druri. Thonë se ka shëmbur krahun, po kush e di, mbas e ka thyer. Po ju çfarë bani këtu? Ja, kapin flutura. Flutura? Ma loj për burra. Ne nuk luajmë, po na e kërkojnë mësuesja biologjisë. Ma e që i rridje me ty. Aha, jo. Po përse i duhen? Do të bëj një kabinet të ri, po këtu s'ka. Po Tom, s'kemi. Mirë. Ja shkon ande. Ja, erdhe. Jo? Po... Erdha të pyes për Iriqin. Dhe më thënë për Kirin. Ata djemët më thënë se... Po si u bë? Mirë. Infermierja tha se ka vetëm një shembje. Ku merr vesh infermierja? Solla dhe këtë. I përura për ty. Për kabinetin. Çfarë ka aty? Shikoj vetë. Mos ke frikë, nuk kam futur shardhuca.
keni bërë kështu? Ai drejtë, vërtet që kanë prishur. Ato mbërthejnë me gjilpër te koka dhe vendosen në një kuti. S'kishe as gjilpër as kuti. Ata djemt më thanë se te klivadhi mëllënjave ka disa flutura të pishave që këtu nuk gjenden. Edhe unë... ja i solla. Që bëne? Ti hedhen. Po jo, prisni. Që të pres, kur zëlejnë? Do njëra mund të mduhet, kishe dhe të paprishura. Vërtet thoni, apo... Papa. Ja, kjo këtu. Nuk është e dëmtuar dhe është një flutur e rallë e pyjeve. Asnjëri prej nxënësve nuk mund ma sillte. Do shta vetëm i ri. Ai po. Dhe po në rregull. A e dini që në këtë shkollë kam bërë fillorën? Vërtet? Vetëm se... mos e kërkoni emrin tim në për regjistra se do të merroheni. Nga sa? Nga se? Nga notat. Edhe nga vrejtjet. Atëherë i shënonin vrejtjet në regjistër. Ka që i prap keni qenë? Nuk e di si kam qenë. Mësuesi ashtu thoshte. Njëherë u thye Globi. Më mbështeti tek terasa e zezë. Më kapi për flokësh dhe më përplasi kokën. Te terasa e zezë? Aty. Por unë nuk fola. E dija që e kishte thyer një tjetër. Ai rrinte këtu para me. Tërsi ishte dhe ai, por i fshet, nuk i gjindeshin këmbët. Tani është për burr. Shmartuar është, shtruar. Beson. Pse ja? Të thuash që nuk ka njeri më të qetë dhe më familjar. Po ka grua të mirë. Po ajo mësuesja juaj, nga ishte? Nga qyteti, si ti. Vetëm se nuk ishte kështu e bukur. Ju e doni atë djalë? Cilin? I riqin. Më tha një nxënës, vetëm ata e kam me sy të mirë. A, Kirin. E dua. Më pëlqen. Është një djalë krejt i veçantë. Është çemarok. Edhe unë e dua. S'di pse sa herë shoh. Më vjen në mendje vetvetja. Vetëm se mua mësuesja nuk më donte fare. Ti do të bëhesh i hurit e i litarit, më thoshte. Ju do të ktheheni sonte në qytet? Nuk e di. Do desha të vija se kam edhe nënën smur. Po kemi një mbledhje të këshillit pedagogjik. Kush e di kur mbaroj? Më prit atëherë. Mjeshtra, erdha prapun. Po shpas ka pesku sot dorton. Dëm sot vetëm Ustameti ka bërë rrugë ditë. Po pse, mos ka brir Ustameti? Jo, brir nuk ka, por është lugat. Se ngrihet pas mesit natë se kur vin mëngjes e gjejmë këtu. Ja që ma tha mendja të matëm njerë me të. E po pas ka ramas paras për ato. Aha. Nuk të gjë nga i vesh toma, jo. Gre, o Fatmir. I ka xhepat e çfu. Ose ka ramas paras ose ka dameni për nuse pra. Natë me mirë. Natë me mirë. Mira, pa, e tani se na vënove. Ajde, krip, do vish këtë nga unë. Hajde, ta që s'prata. Hajde, miro pa. Se ti më duka. Natë me mirë. Po ti nga po shkon? Më duhet arrit trenin e mëngjesit e vaj. Lash në smur dhe drejtori vetëm një ditë leje më dha.
Po sa ndaj ku do të qëndrosh? Aty kur i zakonisht të këshurira mamas. Në këtë orë? Nuk mund të lëmë t'i kësh vete më shumë vonë. Edhe aq më tepër me një shofer si Toma. Po pse? Natën e mirë. Çfarë ka të? Natën e mirë. Po pse kaq e vështirë është ta kuptosh? Të gjithë e njohin se cili është. Pse flisni kështu? Ju nuk keni udhëtuar ndonjëherë me të. Po kjo nuk është e domosdoshme për ta njohur. Çfarë ke mbërdhim? Jo. Po ti po dridhesh. Apo kur përfituron këtë udhtim natës ke se si të mos. Sa e çuditshme që jeva. Unë do ta kisha të vështirë të flisja kështu për një të panjohur. Këtu është vend i vogël, Flutra. Nuk mund ta shpërfillësh opinionin. Asgjë nuk e lën pa u marrë vesh. Po çfarë të merret vesh? Çfarë krimi po bëj? Po kthehem në qytet se kam një hall. Nuk e mendoja se do të ishe kaq naive. Nëse ti bëj si duash, unë për të mirën tënde e pata. Fundja me qënë se i ke dhënë fjalën, ik. Të paktën ta lajmëroja. I kam dhënë një gjysmë fjalë dhe ai pret. Po mirë atëherë, po vim edhe ne. Mirëmbrëma, Tom. Më fal se të bëra që të prisje, por... S'ka gjë, hajde. Flutra nuk do të vi, do të ri me ne. Ti po patë mundësi lajmëroj kushurin të saj që ajo nuk do të vi sonte. Flutra, si quhet kushurira? Adelina Muratit, te bloku i ri para fabrikateve. Nuk ja di shtëpinë. Po edhe si kur t'ja dije. Që më pandeni mua ju zonjushe delikate? Koriri në fshatit e? Hajtë, mos më çani kokën. E dëgjove tani me vështetua bandillin. Ishim ne që e fyem. Nuk fyet ajo. O, uj, është rregju lëkura. Këta tipa rrugaçësh gishtin t'u japësh trëmben krahun. Pa le pastaj që mburren për femrat e tyre. Edhe herën e kaluar ti ke bërë gabim që u thove me të. Kush e di ç'mund të ketë prallisur ai për ty? Mjafteve. Po e tepron më duket. O, po e tepro kam unë. Po si jeni djegur në një nga shofer si ky ju, prandaj. Ti flet sikur kush e di ç'të ka ndodhur me të. Mua si guxon të më afrohet një si ai. Atëherë pse gjykon kaq ashpër? Vërtet ai sillet ndryshe nga djem që njohim ne. Mua më duk krejt i padjallësuar. Ndoshta ka diçka të veçantë në karakterin e tij. Pak të vrazhd, të egër që neve nuk na pëlqen. Po kurse si jo të keqe. Sa qef kisha të dëgjonte Miri duke folur kështu për të. Miri, ai këtu nuk hyn fare, unë atë dua. Kjo është diçka tjetër. Sa budallaqe që jam. Po duhet ta kisha kuptuar që ti ke rënë brenda me të. Fare pak, ndoshta pa e kuptuar as ti vetë me atë anën e tij të veçantë. Po opinioni motor. Opinioni nuk do t'ja di për këto ndjenjat e tua të holla. E çfarë opinioni? Po sikur unë të mos e pranoj atë opinion. Aq që s'lash ti ke sonte me të. Apo s'është kjo natë pa hën, me aromë pishash. Ri aty, mos lëvizte shumë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Më rastisi rruga këtej dhe thash të shoh Pakirin. Urdhroni, hyni brenda. O, Toma. Mirëmbrëma. Po që nga shkuja minë? Mos lëviz. Rri aty. Si keni qenë? Mirë, po, ja. Mos u bëni merak, është i fortë Kiri, nuk don t'ja di. Nesër pas nesër e keni në kam. Po, ai për pak dësh në ladhe kokën. E kemi fill të vetëm, e shojmë në dritë syrit. I jati është larkë me ato dritat elektrike. Ky është ylla e shtëpis, po e ka kokën shkëmb. Po rri me gjyshe tani, fillove ti? Që kemi mjeshtër? Hiq, ja e pëson. Po ti pse ka qëvan? Vëra 3 rrugë. O, po pëqen nga rekord? Ka për të marrë gazeta, Ha, mërë mjeshtër. Së është e letë në marrë gazetën e të dy. Duhet në rëjmë qyrku njerë. Qfar? E që të them që kur nuk të duon edhe pikë. Bëj jo 3. Po 5 rrugë po deshë. Ka edhe që të duan? E kush? Ajo biologjia jote të zëme? Si të tjeret edhe e mërë mjeshtër, bib, fyllësh ka mendje. Nuk është ashtu ajo. Po ti pse thua? Po ti për shkak sa e pësove. Të urdhoj që të shosh kapësh utinin. Kapet utini?
Kapet për kapet, dhe po ta fajnë vetë. Po të më thësha, është ndryshe ajo. Si në që nga kjo ndryshe? Është e mirë, ka zemër. Kupton? Nesë. Që më duhet mu? Unë asë një, asë minje. Të shkuara? Ju bëftë mirë. Herë tjetër me mëndë kokë, më revesh. Tani më falni. Po rini, pini dhe një kafe. Një herë tjetër u bëva. Mirë, si të doni. Natën e mirë. Natën e mirë. Mos doni ta çoni në qytet? Përse? Po ndoshta i duhet bërë radiografi për kockën. Po të doni marrun që sënde. Kemi shtëpi, mos e bëni merak. Jo, nuk është nevoja. Mjeku e pa dhe tha se kishte vetëm një shëmbje. Ju faleminderit shumë. Po ty duhet të gjësem nga qyteti. Dini nesër te klubi, ose më lini fjalë. Mirë? Mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Bana kërë ma të fliqen sa i zaku i turizmit, nuk kam pa delëca. Të pa, të u knaqen. Qfar do? Chelsea. Se ku do shkosh? Do dal njerë nga parë. Po ti the se s'do punoje. Kam hall tjetër. Ja, pas një orë ma si do të kafja turizmit. Ja, për gjafa, e merr vesh plako e kush e dorën pasaj. Igar është spordhjer. O Tom. Ej! O Tom! Po për të Tom! Ku do shkosh? Në park. Që më bërë to? Shef Marku ka ko që po të pret. Pse mos i ra gjë sheqerin ujë dhe po i tretet do? Jo po, të prisë për një rrugë urgjente. Vetëm ai më prit këtu në park mua? S'di si cilët njeriu me ty. E po mëso në dëq. Ke kaq ditë që s'më flet fare. Ja, po të flas sot. E të rejtë dhe lëshon perin si ta doj qefi ty. Kurse unë rije vlasmondjen, çka ky njeri them. Lere këto numra se nuk të shkojnë me mua. Çfarë të kam bërë që sillesh kështu? Ta dish ata që të flasin keq për mua e bëjnë nga inati. Këtu nuk është vendi për biseda tilla. Sonte në ora 6 tek vendi, atje flasim sa duhesh. Po unë atë orë? E ke vështirë, Në daçje, në daç mos e vetë kërkove sqarime. Edhe ta dish, nuk pres më shumë se 1 minutë. A, bëre mirë që erdhe Tom. Kujtova se ishe pa qef, të dërgova dhe njërin në shtëpi. Çka ndodh? Është mbledhur një mal me qymyr në sektorin e tretë. E lajmërova dhe nga rrethi që ta heqim. O burra, të të njëse ty edhe? Unë këtë javë sikur kam rrugën e sharrave. Mirë pra mirë, po ja që dalin edhe urgjenca. Hajtë nisu. Nuk shkoj. Çfarë? Shqip fola, nuk shkoj. Ore djalë, ne ja kthyem rrugën edhe shoferëve të tjerë. Ustametit, dikut. E pastaj, unë për vete kam damenin. Sot do bëj pushim, po ta them troç se nuk du me të rrejt. Dëgjoj këtu. Veri kishin kokës, se ky është aksion. E puna e shtetit ka rregulla, ka disiplinë. Dhe si do të vej fillë sikur se cili të bëj si ti shkrepet. E mos harro se ka dhe masa. Ta shtim treme. Shiko si po më dridhen gjunjës. Po pse kështu mër djalë? Po ti dje bëre fora. Kur më thanë se bëre 3 rrugë, nuk desha ta besoj. Kujtuat se po ndryshoj, Po fundja pse duhet ndryshoj? Çfarë kam bërë? Asgjë. Nejse. Me qendrove pllakën edhe mund të nisem, por ama ta di se po merr në qafë. Pse? Se i kam rreklyer një 3 dopje në mëngjes. I kisha shpall ditëzie sot. Ditëzie? Ç'është kjo ditëzie? Nuk ta shpjegoj dot. Tani çfarë bet nisem? Asaj para pje e mardjar. E di unë çdo ti. E di fort mirë. Po, ç'ti bëj kujtimin të qytetit? E misi si kam me xhaxhajin tënd. Po di ama. Se me këto sjellje një ditë do ta thyesh kokën. E do ta thyesh keq. Po ti veta nuk më thej se do takojmë këtu. Po, thashun. Ti deshe të di se çfarë kam me ty.
Mirë po të them. Sot e tutje nuk kemi gjë bashkë. Përse? Veti e vore ferën. Kush të tha të vijet e lalin për lidhjen tonë? Kush të mësoj? E qepe, sikur nuk e di se e bërë këte. E futa zogën në dorët e ti. Tani ta mbaj mirë se mos mikën. Unë e di, ty së të mbaj do të me zarë. As një vajzë nuk mund të mante ty në nësjedh. Kur më di kokën pse zgjodhe këtë rrugë? Pse dërgove të tatë bisedonte me xhaxhan tim? Nuk e bëra unë. Ishte shef Marku ai që këshilloi. Po ti çfarë bëre? Ti pranove dieta ajo. Po unë jam vajzë dhe të gjitha vajzat kështu do të vepronin. Ata nuk e dim. Ti fol për vete. Pastaj nuk je nga ato biba ti që e kuptojnë dashurinë më puthe një herë, të putha dy herë, edhe drejtën gjendje civile. Përse më fyen? Unë vetëm ty të kam dashur. Leri këta tani. Nuk e drejtën përpusesh. Ti jam bindur për gjithçka sepse të kam dashur me gjithë shpirt. Po mos pandej se unë jam si një robë që mund ta veshësh çdo kush. Nëse ti je bindur që unë kam gabuar, më fal. Unë nuk do të mërzis më. Asnjëherë. Ma beson për këtë. Të paktën më thuaj një fjalë të mirë. Çfarë them? Deri tani gjithçka në marrëdhëniet tona më është dukur si një lojë. As ti as unë nuk kemi menduar seriozisht për atë që do vinte më pas. Do të s'ka arsye që ti kërkojmë llogari njëri tjetrit. Eja tikim. Do rrojmë të shohim. Përbes Toma qenga. Ej, Tom! Që se ka marrë një telegram, do të arri pa tjetër 3:07. E jam qëse. Kemi 2 orë që presim, gati për këthesh. është dukur si vesa është, në e thave sët. Njëri më tha se të kishin marrë patentën për 3 muaj. Të kanë gënjër. Veç se unë e besova. U bëkoj që s'po vjen këtej? Kam patur rrugë të tjera. Kështu e ka zënë aty në mjeshtër. Sa mirë që asëm Tomë, apo jo mësuesa? Për ndryshe zoshe do ta kapje trenin. Me Tomën e në sigurt. Miru pafshi mjeshtër. Miru pafshi Marush.
Hiqe dorën se hapet veta e derë. Të hamshin 100 drejqen. Ç'ndodhi? Gam. Mos shej kokë, me 7:10 jenë në stacion. Largo pak. Ke një pagure me benzinë prapa teje, nxirre pak. Habe. Nga pak, se nuk është uj. Mbaruat? Ta për të mëndje. Ka shpejt? E ku e diti shpejt avon? Jo se në ndodhi njerë me një shoferin tuaj. Po vinin për në fshat. Vonuam gati gjysmore. Nuk e arriti më në parë. Po të ke qenë në një nga ta bablokët që unë pijen duart në moshe. Jo, për kundra se ishte i ri si ti. E për shtetëm. Pase kështu e kam hoqin unë, të gjitha gjërat i bëj shpejt e shpejt. A e di që kam punuar njëra se mësues e simi. Mora vesh që i kishte të merë gjarprinë dhe ardhucët. Sura një 4 ardhucat më vajnë. Ato jeshilet me këm të gjata si altapov. I hyra në dhomën ku flinte. Nga dritarja. Flinin në shkollë në atë kohë ca mësues. Hyra, edhe që bërë, thua ti. Ja futa në qërqaf. Pas ta ju fsheja tek muri të t'i gjojsh do të bënde. O, majnan. Qëpar ullurime, të merroj fshatit të merroj. Isha i vogël atëre. Po këqoshe isha, tërzi mëth. Ja si i riki edhe më tërs. Nuk lija 2 kur bashkur thënë. Por edhe ata mësuesit nuk më dënë. Të gjithë më shanin. Më shikoni si kur u haja buk në tyre. Fëmijën duhet ta duash si do që tjetë, apo jo? Ja ju e doni i rikin. Ndonë se dhe ai është i prapë. Jo, ai nuk është i prapë. Vetëm se është ndryshe nga të tjerët. E njëjta gjë është. Pse vallë sa fëmija në të urtë dhe të sërt? Kjo varet nga natyra e fëmijës, nga temperamenti, por edhe nga familja, nga mënyra se si rritet. Kjo duhet jetë. Zëm jam rritur si shpendjegër, s'pyesje për asnjëri, isha djeri vetëm. Baba ishte shofer. Jo ky që kam tani, ky është xhaxhai im. Baba i quaj Fran Melgushi. Njëri ka qenë. Nuk gjende i kësa janë, shofer më i zoti, më trim. Ko krisur si Frani, thoshin. Kurse nana ishte ndryshe, nuk i ndjej seri. Ishin të mirë të dy, por të mirëve nga i herë jetove të keqëtërën. Se si?
Ikën në kotë se koti. Po shkoni në fshat të gjyshi. Mars ka qenë, shkrinte të bora pak nga pak. Binin Ortek. Çfarë? Ortek. Babaj më merrte shpesh me veten në makinë. U kam në rrugëve kryq që tërthorën që i vogël, me pëllëmbi një. Kam parë që dire që ti as në ndër nuk i shikon. E dis në ndodhe njëherë? Ishte një natë dimri me borë. Ma erë se tani. Shkurt ishte. Ishim në pyllën e Malzonjës. Pyllë i madhë pa fund. Edhe qetësia ishte e madhe, ja si tani. Dëgjoj Okita kur binde nga deksat. Kur befas, u dëgjua një ulluri me zjatër. Çfarë ishte thua ti? Nuk e di. Qenë ndoshta. Qenë? Prit se po ta tregoj. Pa thash njëherë, unë kam zet kur shikoj në arë. E gjete çfarë ishin? Po ujq ishin më i budallaqe, ujq, çfarë tjetër? 5 ujqër të mëdhenj. I shkurt ata kanë kohën e ndërzimit. Unë dritin dhëmbët, edhe sytë u lishonin xixe. Unë u tremba pak, pse të binjej. Ja, kështu si ti. Baba hiq fare. Mos luaj, the. Le të hedhin pak valle, pastaj do të ndes të gjitha dritat. E mbante makinën me 20 drita ai. Do t'i bie policë dhe ata do t'ja mbathin. Kështu bëri. Aq kam qef të na dalë edhe sonte në goj kyçur. Të shoh pastaj ç'do të bësh. Do të qash? Do të qash? E mirë, mos u trem kaq shumë se jam unë këtu. Edhe mos rria qafër derës, ec me këtej. Përsa? Kafe u të thash, mos më shtetaj fort tek dera. Mirë jam. Po nuk e mirë, ta thash një herë, të hapet vet ajo derë. Asgjë nuk ka dera. Po ec më këtej kur them.
Kujdes. Ngri dhe pak, ec. Ashtë. Lajmëroni kirurgën. Po ju? E keni njëri unë tuaj? Jo. Që në sillenin për kamp? Dilni jashtë. O shoferi që e solli. Kështu? Pa flisni. Si ndodhi? Ku e gjetët? Unë po vija nga sharrat. Me trupa si gjithnjë. Ajo me sa duket pa dritat e makinës. Dritat e makinës duken që larg. Unë e dallova vetëm kur po vraponte mbi pasarel. Më bënte me dorë që t'jëndroja. Nuk e di që urgjencë kishte. Pastaj mu zhduk nga sytë. Ndalova makinën dhe i gjeta aty tek përroj. Ku? Në gjvend? Tek pasarela në kilometrin 25 pranë shkollës. Ndoshta kishte rëshitur nga balta. Ndoshta. Ku e diun se si. Mirë. Lerni adresën aty se mund na duhet ata shkoni. Nuk mund të pres derisa të përmendet? Nuk ka nevojë. Tani do të vijë kirurgu. Do të vinë vetë shpejt. Shkoni i qetësoni. Ha gati? Po, fillojmë. Kloroformin, shprisni. U përmend. Lërin të qetë. Mos e pyesni. Me sqaroi shoferi. E kishte gjetur të rrëzuar afër pasareles. Kishte rëshkitur kur vraponte të arrinte makinën. Sonte deltini e motrës, të presin pa tjetër. Miri. E, shok. Ku shkoni? Solla çantën e saj. Edhe këto. Kishin mbetur në makinë. Mos keni merak, ja japon. Faleminderit.
Çfarë të ka ndodhur? Pse po qanë? Nuk kam asgjë. Hajde ik. Ty diçka të ka ndodhur sot. Fol. Unë të dua. Të dua shumë. Ik të thash me lerat. Nuk do të të shoh. Nuk do të shoh asnjëri më në vesh. Asnjëri. U shku qeli sonde. Tamam natë për gjumë. Shka njërë? E që të ngjas. Ti ngrihesh e ikën nga shtëpia dhe gjitha hallet më ngelen mua. Po i herë dole të shkretën se mbeta mbyllë si murgu. Shalon me metin tonë një dorë me domino. është këtu doma? Dhoma është, nuk do të dalë. Si kështu? Kishte pi? Jo, piu këtu. Erdhe i lagur, i bërë qullë, si kur ishte futur në lumë. Nuk i flitej me goj. I thash, ç'ke mër birë? As gjë s'kam dhënë koka. Mori shishen e rakise, piu gjysën. Pastaj u afrua për zjarrit, por nuk ngrohi dridhe i tëri. I solla legenin, i solla rrobat. I thash, laj që i kamët, po e shtyu tutje. Pastaj u zverdh krejt në fytyrë, me volli. Është futur në dhomë dhe që atëherë nuk bëhet i gjallë. Mos ishte zonë me njeri me martë. Mos ishte ra. Jo, nuk më duk. Dom. Ta bedermi. Dom. Që mund të bëni më shumë për këtë djalë? Nuk e di o kol. Po qenë nga e vështirë të rrisish fëmin e botës. Jo kështu me i burnesh. Jo kështu me i burnesh. Si ishte i botës. Është gjakullin martë. Tom. Po have derë më rëbirë. Ç'kemi, Niko? Mirë? Mirë. Një paketë. Urdo. Mund të ulem? Ulem. Ju jeni Tom Melgushi. Unë ju kërkova, ishte edhe në shtëpi. Ata më thanë se mund t'ju gjeja këtu. Ka jetusie? Ka jetusie? Unë? Jo. Po pse nga jetusie? Jo, ishte një rast ashtu, një aksident. Zakonisht ata pyesin në raste tilla. Megjithëse po edhe unë për atë. Pikërisht për atë. Ajo vajza që shpëtua t'ju. Flutura i quajnë. Është e fejuara ime. E në fakt akoma nuk jemi fejuar, po dy njerëz duhen. Niko, kafe dhe konjak 2. Në fakt kisha dëshirë unë t'ju qarasje. Ju keni bërë të pamundurën për fluturën.
Asgjë nuk kam bërë. E di çdo njeri do ta bënte, po në disa rrethana shpejtësia luan rol vendimtar. Unë i di të gjitha. Më thanë mjekët. Ata më folën se flutura nuk mante mend asgjë se si ndodhi. Ai shoferi ka ngarë si i çmendur, më thanë. E solli për gjysmë ore nga një largësi që të tjerët e bëjnë për më shumë se 1 orë. Ja fusin kot. Asnjëri nuk e di të vërtetën. Çfarë të vërtetë? Desha të them se si kam ecur. Po, kjo tani nuk ka asnjë rëndësi. Kryesori është që ajo tani është mirë. Mjeku tha se gjithçka do t'i kalojë. Edhe tronditja që ka. Edhe kujtimi i asaj nate. Unë e pyeta, po ajo nuk do të kujtojë asgjë nga ajo natë. Duhet këtë qenë e frikshme apo jo. Dhe dini, fajtor për gjithçka isha unë. Ti? Po. Sepse unë e bëra telegramin. Ishte një kokshkrepe nga ana ime. Duhet e kisha menduar se telegrami do të vinte me vonesë, po kështu u krijua një rrethan. Po kjo tani nuk ka asnjë rëndësi. Kryesorja është që nuk do të ketë asnjë pasojë. Pasojë? Mjeku tha se edhe fraktura që ka në këmbë do t'i ngjitet mirë. Ja, besoj se e kuptoni përse ju kërkova. Nuk më ndikja do të pa ju falënderuar. Sigur të mos ishit ju, kush e dish do të ndodhte atë natë. Nuk është nevojë të më kujtoni vazhdimisht. Dhe tani të më falni. Duhet të shkoj në stacion të pres njerëzit e saj. Nuk mërziteni sigur t'i paguaj unë të. As mos e shkona për mëtë. Miru pafshim. Një paket po desh. E di që keni mbyllur, po pa cigare nuk më zë gjumi. Urdo, në ranë qafa i sonte pas do të kishe fat. Po pse i keni dhënë të pikaj shumë? Mërda e vesh Toma sot, se di se çfarë kishte. Tom, u bë vonë. Në shtëpi të Prezin. E shkojmë bashkë. Ma çfarë ke kështu? Të ka ndodhur gjë? Apo mos ke ndonjë hall? Nuk kanë qëtuar një hallet e Tomës. Ja shkojmë bashkë. Më derë. Çfarë kujton se jam i pirë dhe nuk ngrihem dot? S'të kam parë ndonjëherë në këtë gjendje. E mirë, jam pe. Ngope tani. A u kënaqe që doli fjala jote? Çfarë do bësh? Do më heqësh makinën? Hiqe. Do më desh në mes të rrugës. Lërëm. Pse flet kështu më birë? Po të kam djalin e mikut tim. Djalin e mikut tëmë. E di unë se që prisni. Rasti ngërkoni. Ja jetë gjdoni dhe. Mirë, shkojmë tani. Nuk dua të sheqërosh. Do t'ike vetë. Pse kështu mardire? Pse kështu?
Çka djali? Do të ngrihesh birë? Përse? Po ja, të hash diçka. Nuk du asgjë. Ta bëj një limonat me sot. Bëhe si heqëllësi në gojës. Je, se më jetë përzirë, nuk du. Atëre bëhe kafe. Po mirë bëhe kafe, vetëm si e shumë. Dhem koka më në birë. Koka nuk ka dhim të vkurër, gjaj. Po thash, ndoshta nga pija. Ishe pije shumë, mërëm. Po të më dhim të koka nuk do të pije. Tjetër gjë ju dhem njeri ju të kur pi shumë. Së të ka ndodhër të ndonjëherë kështu? Më ka ndodhër, më birë, më ka ndodhër. Njëherë nga mërzia, e njëherë nga piklimi, kur më vdiq vllai, baba yt. Thonë edhe më shpirti edhe kërkon mu shëllimit e gota. Po më kotë thonë, ky nuk është vetë se një mashtrim. E di që është mashtrim. Por kur nuk mundesh. Kur nuk dish të bësh. Kur nuk dish të thuash ndërsa të vjen të ullurish. Po tere si i bëhet. Atere ky mashtrim të duket të ëmbël edhe të pëlqenur qaj. Fol, mordon, fol. Unë e kuptoj ty të ka ndodhur diçka e randë. Mos thua jo. Ka ditë që e kam kuptu. Ti ne nuk përri? U lodha dhe ti duke t'i gjurë për pësit e djelit tëtë. Jo, birja. Po ja thash, të mbyll pak portën. Ndodhe, Urbab. Ndodhe ajo. Gjemë. Që e prisit ju me kohë. Që i trembesh të gjithë ti, nëna, o sta Marku. Çfarë gjemë, më birë? Ajo vajze që thash se shpëtova unë, nuk është e vërtet. Ajo u hodh vetë nga makina. Si u hodh vetë? Përse? Si kur ti dija pse dhe saj Urbab. Kishte kohë që u thonte me mua. Dhe nuk e di, po... se çfarë ndije kur ajo ndodhe në kabinën time. Se më duke. Si kur ajo dinte të shite thellë brenda meje, aty ku s'm kishte parë kurrë asnjëri. Se shpo i tregoja atë ditë. Ajo ishte mbështetur tek dera. I thash që të afroje, por ajo s'rrug edhe më shumë. Ti e djetë derën time, po të frikë se mos hapi. Zgjata dorën që ta tërhiqje. Ajo me se duket e mori ndryshe. Ku e di unë se që bëja atër. Trem nga unë kush e di. Pse u trem për babë? Jam i keqër, babush. Jam druj shtrembër, nuk ndreqim dot. Jo, marbirja. Fajtorja mu që nuk dita të të rritë si që duhet. Nuk dita, marbirja. Kurse jo... Qarë vajze, mërë babë. Nuk të regoj asgjë. Unë prisja dita ditës që të më thërisin e tusi.
2 herë me quan këmbët vete dhe 2 herë u ktheva. Jo se jam burat sek. Po se s'kisha një si dëshiri që të më vinin e të më mernin. Të më shanin, të më qëllonin. Dhe pastaj të më jetën hekurat. Mirë po e nuk flet më rëbab. Përse e bën ajo këtë? Kush e di, mbase ishte vetëm një fatkeqësi, mërton. Mos ajo e ka kuptu që se ke pas me qëllim të keq. Ajo dera jote. Jo, s'është e vërtet. Unë e pash fytyrën e saj. Ajo ishte e trembur. E trembur prej meje, më kupton? Po nëse nuk flet, nëse nuk ka gallëzuar, kjo do të thotë se ajo vajzë të do më mirë. Pralla. Po, Tom, po se s'ka si spjegohet ndryshe heshtja e saj. Ajo vajzë të donë, edhe ti e do hiq, mos thuaj asgjë, unë e ndjeva me një herë në çdo fjalë që thoshe. Pas ke gjetë një vajzë të mrekullueshme, më birë. A e do një tjetër? A i erdhi sot edhe më falenderoj. Prandaj piva. Ti duhet shkosh e ta takosh pa tjetër atë vajzë tonë. Që nesë. Po përse? Përse më rëba? Sepse më rëbirë kanë këtë bo disa njerës që s'janë gjendje të bëjnë keq. Ka disa njerës që shpirti e tyre mban vetëm mirësi. Ajo vajzë bëri me ty më rëbirë dhe që s'mundi ta bëj njëri tjetër. Si e mishtër? Kiri! Kiri! Më falë, ose dini ku ndodhet ajo vajze, e s'mura tjetër e kësaj dhome. Flutra? Po. Në sallën e fizioterapisë, ka orarën e kurave. Nuk desha. Të më besosh nuk desha. E di. Prandaj, O, tani nuk dua të kujtoj më asgjë. Asgjë nga gjitha ajo histori. Për një kohë, e humba besimin se mund të bësha prapë siç kam qenë. Rija në shtrat pa lëvizur. Edhe për pak mund kisha humbur gjithçka. Po tani jam mirë.
Mjekët më këshillojnë të ecë. Duhet të ecë. E shikon se mundem të ecë. Mirë, vajzë, mirë. Shpejt do t'jeqin patericat. Ec.